a është, po themi, i dobishëm për shoqërinë, edhe nëse këto qëndrime ndoshta shkencërisht nuk janë të drejta, por vetëm krijimi i një habitati të diskutimit të lirë, pa komplekse, thjesht një prej linjave ose mesazheve pozitive në rastin e librave si ky. Po themi. Unë jam i tharë i debatit hapur dhe për këtë arsye dhe kam shkruar tema të cilat kam bërë përpjekje të thyj disa tabu që janë vendos, pra ta hekim atë saqin me cilin janë mbulu dhe pastaj të shohim çfarë ka brenda dhe pastaj të përpiqemi që ta rishikojmë përbajtjen e gjërave. Normalisht unë kurr nuk pres, më thonë, miratimin e gjithë turmës, sepse atë njerëzit intelektualët zakonisht, edhe shkencëtarët, janë gjithmonë pakic dhe gjithmonë janë para, si më thonë, shumicës, ashtu që ata gjithmonë i shoqëron një farë keqkuptimi permanent dhe pas disa vitesh ndodh që shumë të në raste miratohen idetë e tyre të cilat në një kohë janë refuzuar. Prandaj, domthon, në këtë kuptim, unë edhe besoj edhe Lubonja dhe shumë njerëz që merren me këtë punë janë të qetë, sepse s'kemi arsye për të qenë nervoz, kemi arsye që për popullin tonë, për kombin tonë të punojmë sa më shumë që është e mundur, të ndriçojmë këto probleme që kanë të bëjnë me kulturën, me arsimin, me historinë, me shoqërinë tonë, në që të bëhemi kontribues të përmirësimit të gjendjes në shoqëri. Kjo është kauza, nuk ka kauzë tjetër, sepse po të shikoni, domethënë, anën materiale. Për shembull, të autorëve që shkruajnë libra, për shembull, njëri shumë ma tepër, shumë fish ma tepër fiton me shit fara në qytet, se sa me botu libra. Sepse na jetojmë në një shoqëri në cilën librat kanë tirazhe të vogla, në cilën nuk ka mirë kuptim të shtetit për kulturën, që në këtë kuptim për thamë kjo vetëm pasioni, vullneti ynë për të ofru shërbimin tonë këtë rast, të diturisë, por jo se na dëshojmë të përfitojmë as famë dhe as para.